Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të rinjt për të rinjt. Emisioni ku mund të flasim më tepër për talentin dhe pasionin e të rinjve të qytetit tonë. Sot do të kemi një episod të veçantë që do t'i kushtohet artit të fjalës, emocionit dhe fuqisë së interpretimit që na kanë përcjell mesazhe të forta. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit, në qytetin e fëmijëve u zhvillua finalja e konkursit Fjala Artistike, një aktivitet që mblodhi rreth 120 nxënës nga 15 shkolla dhe që kulmoi me 31 finalist në një skemë plot emocion dhe përkushtim. Ky konkurs ishte më shumë se një ngjarje. Ishte një festë talentit të ri ku nxënësit sollën interpretime mbreslanse dhe u vlerësuan me çmime të para, të dyta dhe të treta, apo dhe me çmime inkurajuese. Sot në studio do të kemi ideatorin e këtij aktiviteti, aktoren Ilda Pepi, dhe disa nga fituesit e këtij konkursi për të na treguar më shumë mbi këtë rrugëtim artistik. Përshëndetje Ilda dhe të falenderojmë shumë që e pranove ftesën tonë sot. Përshëndetje dhe faleminderit që jam sërish me ju për aktivitetet të bukura të cilat i zhvillojmë në qytetin tonë. Si fillim, si lindi ideja për konkursin Fjala Artistike? Si një mungesë e madhe. Që fëmijët të kenë një aktivitet. Në fakt, unë jam rritur në qendrën kulturore të fëmijëve, ashtu siç sot po rriten edhe shumë breza të tjerë, dhe ne kemi patur një qendër kulturore të fëmijëve shumë të zhurmshme, edhe pse kishim një godinë shumë të vjetër, por kishim pasione të mëdha dhe dashuri të madhe për artin. Edhe unë jam rritur në konkurset e fjalës artistike, jam rritur që në klasë të tretë. Edhe sot që fëmijët kanë shumë mundësira, që kanë shumë kushte, më vinte shumë keq që të mos kishim një konkurs të fjalës artistike. Është një përgatitje që u bëjmë fëmijëve për të shkuar nesër, pas nesër në Rinsho, edhe pse jo, për të përgatitur talente të reja për në Universitetin e Arteve. Në fakt, të kesh dëshira dhe të kesh pasione, të kesh mendime, është diçka e bukur, por që ti realizosh ato duhen disa njerëz. Disa njerëz të cilët të mbështetin, të thonë po, ashtu si mua më tha Luizi bashkë me Emilin, ata të cilët drejtojnë qytetin e fëmijëve dhe World Vision, më thanë që po, eja, ta bëjmë këtë aktivitet, ta hapim në qytet, të lajmërojmë, të bëhemi gati, edhe pse jo ta kthejmë në tradit. Kjo ishte një nga gjërat që mua më emocionoi më shumë. Është pak e veçantë të thonë po, kur ky aktivitet ka rreth 20 vite që nuk realizohet më. Cilën do të konsideroje si qëllimin kryesor të këtij aktiviteti? Ne e zhvillojmë këtë aktivitet në ditën botërore të librit, një dëshirë për të ndaluar për pak minuta, ndoshta për pak ditë, që shpresoj në vazhdim të jetë edhe një muaj, fëmijët të largoheshin nga telefoni, nga televizori, nga PlayStationi dhe të mbanin librin në dorë. Është qëllimi për të bërë fëmijët bashkë në një aktivitet ku të cilët të kenë mundësi të shfaqin talentin e tyre, të mësojnë, të përballen, të njohin njëri tjetrin. Duke njohur njëri tjetrin, ne kuptojmë ku jemi dhe ku ndodhemi. Se ku është talenti jonë, ndoshta ne mendojmë se jemi shumë lart, por shohim dikë që është edhe më lart. Edhe ajo që e bëri akoma dhe më të veçantë këtë aktivitet, ishte një keq kuptim i cili e çoi më tej këtë gjë. Fëmijët kishin shkruar vetë, duke qenë se ishte dita botërore e librit, fëmijët kishin shkruar vetë dhe shkrimet e tyre ishin, mund të them, shumë lehtë për të interpretuar. Ti e ndjeje shpirtin e tyre përmes fjalëve që ata kishin shkruar. Si ishin pritshmëritë tuaja për këtë edicion? Auto e kaluan ato? Kur vendosëm ta bënim këtë aktivitet, menduam se disa shkolla edhe mund të mos merrnin pjesë, dhe duke qenë se kishim këtë mëdyshje, menduam që numrin e nxënësve të cilët do të merrnin pjesë nga shkolla të caktuara ishte 10. Dhe marr një telefonat në të cilën më thonë, janë rreth 130 nxënës. Dhe kjo ishte një përqafim i madh, i fortë, i një aktiviteti që rikthehet pas rreth 20 vitesh, edhe ishte shumë emocionuese, ishte shumë përgjegjësi. Por që ky aktivitet të realizohej dhe të shkonte çdo gjë shumë mirë, dhe vërtet unë jam ndjer si dikur në Top Channel, kur ti shkoje dhe gjeje çdo gjë gati dhe ishe gati për të bërë interpretimin tënd. Në këtë rast çdo gjë e çuan gati vajzat e qytetës, që ishin një motor i fortë, një motor
që ishin gati për të ndihmuar për çdo gjë, që organizuan çdo gjë në mënyrë perfekte duke mos patur asnjë lloj përplasjeje, të cilat jam shumë mirë njohëse dhe dua t'i falenderoj, është Diana bashkë me Laurën, një punë shumë e madhe sepse gjithmonë duhet të dimë që punën më të madhe e bëjnë njerëzit që ndodhen mbrapa kamerave. Dhe sigurisht që një punë shumë të madhe kanë bërë edhe mësuesit, të cilët jo rastësisht fëmijët sot ndodheshin me këto interpretime, jo rastësisht nxënësit ishin sot gati për të marrë pjesë. Është një punë e cila bëhet çdo ditë dhe ne sigurisht duhet jemi shumë falendërues mësuesve për punën që bëjnë me nxënësit, me brezat, me të ardhmen e vendit tonë. Çfarë ju bëri ju më shumë përshtypje gjatë performancave të nxënësve? Ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte zgjedhja e materialeve shumë të vështira. Ndoshta ata kanë dëgjuar shprehjen që noti mësohet në det të thellë, por nuk ishte në këtë rast i duri. Sepse nëse ti merr një material shumë të vështirë, nëse ti merr gegnisht, është pak e vështirë të interpretosh në gegnisht dhe shumë e lehtë të interpretosh në gjuhën tënde. Më bëri përshtypje që nuk kishte asnjë material komik, që nuk kishim fabula, por që kishim masivisht Anë Slumenjve, një poezi të cilët edhe ne që jemi profesionistë kemi pak të vështirë për ta marrë përsipër e për ta interpretuar, por patëm një vajzë e cila nuk e mbaj mend këtë çmimori që Anë Slumenjve ne solli shumë shtruar edhe me një logjik shumë të mirë. Si vlerësoni nivelin artistik të pjesëmarrësve? Tani në momentin që marrin pjesë 130 nxënës, do të thotë që kemi një dashuri shumë të madhe për artin edhe për fjalën, për tekstin. Sigurisht që ata janë të përzgjedhur nga shkolla e tyre. Sa e rëndësishme është përgatitja për një performancë të tillë? Sigurisht që është shumë e rëndësishme. Sigurisht që në këtë aktivitet ne mësuam që fëmijët kanë nevojë edhe për pak më shumë kohë. Edhe këtë gjë sigurisht do ta rikuperojmë kur ne ta rikthejmë këtë aktivitet. Kam shumë dëshirë që këtë aktivitet ta organizojmë 2 herë në vit, por kjo gjë ngelet ende për tu parë. Në fakt, në këtë aktivitet nuk dua të haroj pa falenderuar edhe antarët e tjerë të jurisë, sepse për ne ishte një përgjegjësi e madhe. Është pak e vështirë t'i thuash fëmijëve ti bën, ti nuk bën, ti ishe më mirë, ti ishe më keq. Edhe ndoshta ata ishin të emocionuar, por dua të them se njeriu më i emocionuar kam qenë unë, e cila mbaja në supë gjithë përgjegjësinë sepse unë u bëra nismë për ta rikthyer, edhe kishim diskutime të gjata dhe her pas here ishte një pyetje të cilën ja bënim njëri tjetrit, si do ta zgjedhim të parin, se ndoshta të dytin, të tretin e zgjidhnim, por të parin si. Dhe çuditërisht çmimi i parë erdhi shumë natyrshëm, ishte një emocion për të tre ne, ishte i vetmi fëmijë i cili mori 30 pikë edhe gjatë konkursit, sepse nata finale ishte pak në emocione, ja u ndjem emocionet, ato sytë e tyre që na shikonin gjatë gjithë kohës, kështu ndër emocione, duke humbur her pas here interpretimin që ne kishim parë në një ditë më përpara. A mendon se aktivitetet të tilla që i nxisin fëmijët të shtyhen drejt interpretimit, nxisin gjithashtu edhe vetbesimin që ata mund të kenë në vete? Sigurisht, ne çdo ditë që dalim në skenë, çdo ditë që takojmë miq të rinj dhe përballemi, krijojmë vetbesim, krijojmë eksperienca të reja të cilat na rritin, na formojnë, na çkompleksojnë, edhe ne jemi gati që të marrim sërish pjesë në për aktivitete të tjera më lirshëm, më lehtë, na mësojnë ku gabuam në teksti. Ndoshta kisha zërin shumë të mirë, zë të plot, por tekstin e kisha të vështirë dhe nuk ja dola dot. Flasim për fëmijët të shkollës 9-vjeçare, dhe ndër fëmijët pash që nuk ka fabula, ishte një vajzë e vogël nga Bullgareci e cila na emocionoi shumë me një fabull të thjeshtë ku bënte personazhe të ndryshme. Gjë që ka humbur fëmijët tanë janë rritur shumë. Dhe përpara se ata të rriten shumë për të marrë vepra të vështira, duhet të jenë njerë fëmijë, ta ndjen njerë tekstet më të lehta, më të ëmbla dhe pastaj të shkojmë tek tekstet të cilat janë shumë të vështira. Po bashkëpunimi mes shkollave dhe prindërve si është?
Nuk dim se si ishte bashkëpunimi midis shkollave dhe prindërve. Ne dim që kishim një masivitet të madh në konkurs, ne dim që kishim fëmijë që mezi prisnin të merrnin pjesë dhe ndryshe vitin tjetër do të bëjmë diçka, do të kemi një thirrje të hapur për fëmijë të cilët ndoshta shkolla nuk i përzgjedh. Por ata kanë gjithë të drejtën për të qenë të barabartë. Dhe ne do të bëjmë edhe një thirrje të hapur për disa nxënës të cilët në një numër të caktuar, kush regjistrohet i pari, të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e këtij konkursi. Sa e vështirë është organizimi i një konkursi të tillë? Nuk është shumë i vështirë. Mjafton të kesh dëshirë dhe dashuri për ta bërë. Edhe fëmijët vinë vetë duke vrapuar, të emocionuar, vinë vetë, kupton që ata kanë kaq shumë nevojë për aktivitete, kanë kaq shumë nevojë që të bëjnë diçka ndryshe në jetën e tyre dhe të mos ngelen çdo ditë një lloj. Besoj se ky aktivitet për një muaj ata i kanë mbajtur në emocione. Qoftë në momentin që kanë marrë vesh, qoftë në momentin që ata kanë qenë duke u përgatitur, qoftë edhe një javë mbas mbylljes së aktivitetit ku besoj se ata bisedojnë dhe komunikojnë me njëri tjetrin. A mendoni se aktivitete të tilla apo dhe edicione të tilla duhet të jenë më të shpeshta? Kam shumë mendime në mendje, për sinqeritet. Kam shumë dëshira, por besoj se pa nga pak do ta rikthej zhurmën e qendrës kulturore të fëmijëve në të cilën jam rritur. Edhe për këtë dëshirën, pasionin, dashurinë për të bërë të gjitha këto, duhet të jem shumë mirënjohëse, shumë falënderuese babait tim. Ne jemi breza të cilët jemi rritur në shtëpinë e Pionierit, një shtëpi Pionieri, një qendër kulturore fëmijësh komplet e rënuar, as pak e bukur si qendra si qyteza e fëmijëve, si qendra kulturore e fëmijëve që ndodhet tek qyteza, as pak kemi qenë shumë larg, por me shumë pasion fëmijët nuk vënë re gjithçka. Fëmijët duan thjesht të shkëlqejnë, thjesht duan të bëjnë atë që dinë ta bëjnë më mirë dhe që e bëjnë me aq shumë dashuri. Dhe unë me shumë dëshirë bashkë me Luin edhe me Luizin edhe me Emilin kemi dëshirë të rikthejmë disa aktivitete, po kështu masivisht, bukur. Një përgjegjësi shumë e madhe për Jurin, por skena është hof të shoh. Edhe ne presim që fëmijët të vinë sërish, me më shumë besim, me më shumë dëshirë, edhe pse jo, ne nuk kemi dëshirë t'i mbajmë pikët dhe asgjë askujt, përkundrazi vendosëm t'japim 10 çmime inkurajuese, sepse në momentin që ne zgjodhëm 30 finalist, ata ishin fitues, në momentin që nga gjithë qyteti u mblodhën 130 nxënës, sigurisht që ishin fitues, dhe ne ishim fitues që i bëm bashkë këta fëmijë. Dhe në përfundim të kësaj interviste, a keni një mesazh që do t'ja kushtoni të gjithë fëmijëve që duan të shprehen përmes artit? Do doja që fëmijët të mbeten fëmijë. Për të rritur, do të rritemi që të gjithë. Por fëmijë nuk do të bëhemi dot kurrë. Sepse në momentin që rritesh, ti mundesh të vazhdosh atë pjekjen tënde emocionale të karakterit, por fëmijë nuk do të kthehesh kurrë dhe fëmijëria është gjëja më e bukur dhe momenti më i bukur i jetës së njerëzve. Dua që të ngelen aty tek fëmia, të jenë afër me tekstin, të mos kërkojnë gjëra që nuk i kuptojnë, në mënyrë që të fitojnë. Mund të kishte shumë fëmijë të tjerë që ishin talentuar, por tekstet ishin shumë të vështira dhe atyre ju humbte logjika gjatë rrugës. Edhe Ajlën e bëri fituese teksti i saj. Ishte një tekst plot mesazhe, ishte një vajzë e cila u përlot gjatë interpretimit të saj dhe na kujtoi që teatr dhe aktrim nuk do të thotë të thrasim. Do të thotë të flasim me zërin e shpirtit në mënyrë që të shkojmë edhe tek publiku pa aq ngrohtë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju edhe urime për emisionin tuaj të bukur që her pas here na ftoni për të folur edhe ne për aktivitetet që bëjmë. Faleminderit. Faleminderit.
Mish, ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarit e parë konkurrues të këtij konkursi. Na ndiqni. Mish, jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me dy fituesit e çmimit të dytë të konkursit Fjala Artistike. Përshëndetje dhe faleminderit që e pranuat ftesën. Fillimisht më prezantoni pak si quheni dhe nga cila shkollë vini. Përshëndetje, unë quhem Erik Filo, jam një nxënës i klasës së 6 dhe unë isha një përfaqësues i shkollës Sevasti Çirjazi. Përshëndetje, quhem Angelina Pinderi dhe vi nga shkolla Sotir Gura. Kënaqësi që jemi bashkë sot në studio. Fillimisht, më tregoni pak si filloi pasioni juaj për letërsinë. Letërsinë e kam pasur qef dhe kam pasur një pasion të veçantë për të që në moshë të vogël fare. Jam dalluar nga mësuesit e shkollës për recitimin me ndjenjë të poezive të ndryshme dhe më ka pëlqyer, gjithmonë më ka dhënë atë ndjenjën që gjithmonë kam dashur ta ndjej me dëshirë të madhe. Po për ty, Erik? Po, edhe për mua, që në klasa e parë po e them, kur duhet të recitonim disa poezi, gjithmonë më ka thënë mësuesit që di të recitoj dhe kjo ka filluar dhe ndaj isha shumë i lumtur kur kuptova për këtë aktivitet. Çfarë pjesë e interpretuat ju dhe pse zgjodhët pikërisht atë pjesë? Unë për konkursin Fjala Artistike vendosa që të interpretoja pjesën Në mundsh nga Rudyard Kipling. Unë e interpretova versionin origjinal, që ishte pak sfiduese, por më pëlqeu shumë si poezi, pasi është që babai i jep këshilla djalit dhe është si një, po e them, udhërrëfyes për jetën. Unë interpretova poezin Jeta dhe Vdekja nga autori Arben Duka dhe zgjodha këtë poezi sepse që në momentin e parë që e kam lexuar poezin e kam ndier vërtet shumë dhe si të thuash më është rëngjethur mishi kur e kam recituar vetë dhe vendosa që ta bëj këtë poezi. Mendova se më përshtatet. Si u përgatitët ju për këtë konkurs? Të poezi, unë e dija që më parë, por herën e parë kur duhet ta mësoja ishte pak sfiduese. Unë mund të mësoj përmendë shpejt, por të mësosh 8 strofa ashte ende. Dhe gjithashtu të mësosh si ti interpretosh ato me ndjenjë, bën akoma më të vështirë. Mua autorin e poezisë ma ka sugjeruar mësuesja e letërsisë, e gjuhës letërsisë dhe më tha që të zgjidhja një vjersh të cilën më përshtatej. Unë zgjodha poezin Jeta dhe Vdekja dhe mendova që po, mundem ta bëj. Edhe ja arrita qëllimit. Nga çfarë po shumë të dyja poezitë tona janë poezi që duhet të interpretohen me logjik, duhet ta kesh lexuar, duhet të kesh eksperiencë, ta kuptosh kontekstin, gjithçka. Po si ishte momenti para se ju të dilnit në skenë? A kishit emocione, a ishit ndo pak të friksuar? Jo. Momenti para se të dilja në skenë, shkolla Sevasti Çirjazi ishte një nga shkollat e fundit që interpretoj, ishte shtëritej ankthi se i shikoj gjithë të nxënës të tjerë kaq të talentuar dhe mendoje, po unë si do jem unë dhe e krahasoje veten, por sa dola në skenë, të gjitha ato emocione u shkrin dhe thjesht isha i lumtur që isha atje. Në fazën e parë nuk pata emocione dhe ja arrita qëllimin tim ashtu siç doja vetë t'ja harrija. Munda ta bëj poezin ashtu siç unë di gjithmonë të recitoj dhe nuk pata emocione. Por përsa i përket fazës së dytë, nga që shkolla Sotir Gura ishte nga shkollat diku në mes, edhe pasi dëgjova ca recitime të tjera, mendova gjithashtu si do ta them unë, mos ngatrohem, mos bëj diçka që nuk do të më përshtatet. Po pastaj kur dola në skenë të gjitha këto emocione u shuan dhe arritës ti përballoni, të qetësuat. Cilën do të cilësonit si momentin më sfidues për ju gjatë interpretimit? Momenti më sfidues për mua ishte që ta bëja intonacionin saktë. E kisha pak të vështirë këtë, kështu që duhet të bëja ca prova. Poezia
Jeta dhe vdekja, ishte shumë e gjatë dhe kishte rreth 15 strofa. Unë i mësova të gjitha ato strofa, por duke qenë se ndonjëherë intonacioni prishej, mësuesja më sugjeroi që të bëja 4-5 strofat e para dhe strofën e fundit. Por ky sugjerim ishte shumë afër konkursit dhe nuk përshtatesha dot me këtë mënyrën për të thënë strofën e fundit para strofës paraardhëse dhe por pastaj e mësova ta përballoj dhe këtë. Si reagoi publiku ndaj interpretimit tuaj dhe si e përjetuat ju këtë reagim që ata patën? Në publik, unë kisha shumë njerëz që i njohja, shumë miq, kështu që sa e mbarova poezinë, po më driteshin duart. Por duke i parë të gjithë ata që po duart trokisin e po brohorisnin, unë ndjeva shumë mirë që kisha dalë dhe që i kisha interpretuar bukur. Edhe juria i kishte pëlqyer. Ndonjëherë është pak më e vështirë kur sheh që ke të gjithë ata njerëz që i njeh dhe interpreton para tyre. Ndoshta ndjen pak më shumë presion që duhet ta tregosh veten akoma më mirë. Ka qenë gjithçka normale, u gëzova që publiku e pëlqeu poezinë, e priti me duart trokitje, edhe unë kisha njerëz që i njihja që ishin pjesë e publikut, por ata më jepnin më shumë shtys për ta bërë poezinë më bukur dhe sepse e dinin që unë mundesha ta bëja atë gjë. A ka ndonjë moment që do ju mbetet më tepër në mendje? Sigurisht, momenti që fituam çmimin, unë nuk kisha vajtur për çmim, kisha vajtur thjesht isha e fituar përderisa isha një nga të zgjedhurat e shkollës, por edhe çmimi që fitova sigurisht më pëlqeu shumë dhe ishte momenti më emocionues i gjithë konkursit. Për mendimin tim, para se të dilja në skenë finale, më mori mësuesja pranë dhe po më thjesht e ca fjalë inkurajuese doja dalësh, kështu që ato më ndihmuan dhe gjithmonë do më ngelen në mend. Çfarë mësuat ju nga kjo eksperiencë? Ne kemi qenë domethënë gjithmonë që kemi recituar bukur, por mësuam që të vazhdojmë ta inkurajojmë edhe këtë pasion që kemi, sepse dim që mund t'ja dalim. Nga kjo eksperiencë unë mësova që gjithmonë dua të marr pjesë në aktivitete të tilla, ishte një eksperiencë shumë e bukur, kështu që shpresoj vitin tjetër të jem prapë në finale. Normalisht që ju përsëri do t'ju vijë rasti shumë shpesh që të interpretoni. Çfarë do të donit që të përmirësonit në interpretimet tuaja? Mendoj se do të kisha zgjedhur një poezi ndoshta pak më të gjatë ose ndoshta që do ta kisha bërë edhe një herë më parë që të mos kisha ai shumë emocione për ta bërë, të isha më e sigurt në vetvete, por edhe një poezi të re, pse jo, do të më pëlqente gjithashtu. Një gjë që do të doja unë të përmirësoj ishte që isha shumë nervoz para se të dilja në skenë dhe një gjë që e dalloi edhe juria, kështu do të doja që të isha më i sigurt në vetvete në të ardhmen. Po si u ndjet ju kur morët vesh që e fituat çmimin e dytë? Unë ndjeva shumë mirë se pasi interpretova poezinë isha okay, do marr një çmim inkurajues, mirë, herës tjetër. Por që të merja çmimin e dytë isha me të vërtet i lumtur. Gjithashtu prisja të merja një çmim inkurajues ose çmimin e tretë maksimumi, por nuk më shkonte mendja për çmim të dytë, po inkurajoja shoqe të tjera për çmimin e dytë, por paska qenë fati im. Pra ju ishit të surprizuar nga ky rezultat, nuk e prisnit. Çfarë do të thotë për ju ky vlerësim që ju morët? Për mua do të thotë që gjithmonë asnjëri nuk është perfekt, ka vend përmirësimi, kështu që unë gjithmonë do provoj që të bëhem versioni më i mirë i vetes. Gjithashtu do të përmirësoj shumë gjëra të tjera dhe do të vazhdoj të ndjek pasionet e mia si gjithmonë. A ju motivon ky çmim që ju morët që të vazhdoni akoma më tej me letërsinë, me interpretimin e poezive? Po, sigurisht, unë edhe po të kisha marrë, edhe po të mos kisha hyrë në finale, unë ende do të vazhdoja pasi për mua letërsia nuk është thjesht të marrë një çmim, është në të vërtet një formë arti. Isha letërsinë gjithmonë e kam pasur qejf, siç e thash edhe më parë, por dhe nëse nuk do të kisha fituar këtë çmim, sigurisht që do ta vazhdoja
pasionin tim, sepse pasioni nuk shuhet vetëm nëse nuk fiton një çmim. Gjithashtu isha e fituar, siç e thash edhe më parë, sepse isha një nga të zgjedhurat e shkollës, mora pjesë në një konkurs si ky, pata një përvojë të bukur dhe do të vazhdoj që ta mbaj mend këtë përvojë kaq të bukur. Në fakt, unë do të kisha një kërkesë të vogël, pa ju vënë në siklet që të dyve, do të më pëlqente shumë sikur të mund të interpretonit të paktën një strofë nga poezitë tuaja. Në qoftë se do të ishte e mundur, në qoftë se keni dëshirë. Okej. Mund të fillojmë kush të doj sipas radhës, pa emocione. Okej, unë përrecitoj strofën e fundit që të poezisë që interpretova, sepse atje ishte edhe mesazhi që u tregua. Një gjë mësova nga kjo jetë. Kjo asnjëherë nuk do të harrohet. Jeta është luftë e vërtetë dhe meriton që t'jetohet. Me që ajo bëri strofën e fundit, unë do bëj strofën e parë. Në mund shtaruash arsyen, kur bota mbet fillin, dhe fajin ty ta hedh, dhe vetes ti besosh. Sa herë tek ti dyshojnë e s'të përfillin, por edhe dyshimet drejt t'i gjykosh. Jeni fantastik të dy, jeni shumë të talentuar, shumë faleminderit. Në fund, për ta përmbyllur këtë intervistë, do doja të dëgjoja edhe një mesazh nga ju të dy për të gjithë bashkëmoshatarët, për të gjithë të rinjt, që ndoshta t'i shtym ata më tepër drejt leximit, drejt interpretimit, por ndoshta edhe për të dalë nga ajo zona e tyre e komfortit, nëse ata e ndjejnë dëshirën për të marrë pjesë në aktivitete të tilla, por ndoshta druhen ndaj kësaj. Atë unë do të thoja vazhdojeni pasionin tuaj, sepse nuk ka asgjë që është e pamundur, gjithçka është e mundur përderisa është e dhënë në këtë jetë. Shpresoj që një ditë edhe ju t'ja dilni nëse do të merrni pjesë në një konkurs apo në një interpretim që do të bëni, shpresoj t'ja dilni gjithashtu, sepse edhe nëse nuk fitoni një çmim, ka rëndësi pjesëmarrja. Po edhe për mendimin tim, kjo është çfarë do thesha. Është shumë e rëndësishme që edhe nëse nuk fitoni, sado që ju bëni më të mirë në që jeni të mundur të bëni, kjo është e rëndësishme. Ju falenderoj shumë të dyve, ishit fantastik dhe ju uroj shumë suksese në çdo interpretim të ardhshëm që ju do të keni. Shumë faleminderit. Miq, ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarin e radhës. Mos u largoni. Mi që jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me fituesen e çmimit të parë. Përshëndetje Ajla. Përshëndetje. Fillimisht më trego pak në cilën shkollë je, në cilën klasë je? Jam në shkollën Sevasti Shiriasi, jam në klasën e 7. Si filloi pasioni yt për letërsinë? Unë kam marrë pjesë të shumë konkurse, koncerte të shkollës që ka organizuar shkolla, por edhe më tej, dhe gjithmonë mësoj se në mendimin e mësues Albanës, kam recituar, kam interpretuar, edhe me gitar, edhe me poezi, me monologje, me ese, afërsisht. Ka talentet tua që kanë të gjithanshme në çdo aspekt. Çfarë pjesë zgjedhet për të interpretuar dhe pse pikërisht ata? U prezantova me monolog, të cilin e kisha krijuar vet, me titull Kur heshtja bërtet. Dhe ky monolog fliste për mposhtjen e frikës, kur një vajzë ka frikë të flasë, nuk është vetvetja, dhe ky monolog fliste për mposhtjen e saj. Ajla, çfarë të lidhi ty më shumë me këtë tekst që zgjodhe pikërisht këtë për të interpretuar? Atëherë, këtë frikë në fillimet e mia e kam pasur dhe unë. Dhe arrita me kalimin e kohës ta mposhtja këtë frikë dhe deri tani kam dalë në shumë skena të ndryshme. Si ishte pikërisht ky proces për përgatitjen? Ishte i vështirë, pak. Ishte me emocione, gjithashtu dhe shumë frymëzues. Çfarë ishte më e vështira gjatë përgatitjes? E vështira ishte që unë duhet të përmirësoja interpretimin tim, sepse interpretimi kishte vështirësinë më të mëdha dhe kishte rëndësinë më të madhe. Ndaj dhe unë u përgatita shumë. Për sa i përket interpretimit, a patë ndonjë ndihmë nga mësuesit apo nga një mentor i yti? Unë pata një mbështetje shumë të madhe nga prindrit e mi, kryesisht mami im.
Si përjetove emocionet në momentin që dole në skenë? Unë kam dalë dhe shumë herë të tjera në skenë, por sigurisht që në çdo interpretim një timi nuk kam pasur emocionet. Dhe ishin emocione shumë të mëdha, gjithashtu lumturova shumë, sepse më në fund puna ime u vlerësua nga njëri profesionistës. A kishte ndonjë moment më të vështirë gjatë interpretimit tënd, më sfidues? Jo, me thënë të drejtën jo, sepse unë u përgatita shumë për këtë interpretim, edhe para pasqyrës, sigurisht. Po. Si arritet ta menaxhosh skenën dhe publikun? Kisha një mirëpritje shumë të madhe nga publiku, e shihja që nga sytë e tyre. Po. Gjithashtu edhe juria më dha një përkraje shumë të madhe, dhe unë ndjeva shumë E vlerësuar. Po. A mendon se kishte diçka që e veçoi interpretimin tënd në raport me të tjerët që të shtyu ty edhe që të fitoje çmimin e parë? Unë mendoj se ishte mesazhi më shumë nga të gjitha, ai që më bëri të fitoja çmimin e parë. Por gjithashtu e plotësoi edhe interpretimin tim me kitar, sepse unë gjithashtu shoqërova shumë poezi të tjera apo edhe interpretime të tjera me kitar. Si u ndjeve kur dëgjove emrin tënd si fituese e çmimit të parë? Ishte emocioni më i madh. Si fillim kur u kualifikova për në fazën e dytë për në finale, ishte dhe emocion, por nuk e prisja fare që të fitoja çmimin e parë. Dhe kur aktorja Ilda Pepi më tha që çmimin e parë e fiton një vajzë që na bëri të lotonim, gjithashtu luante në kitar shumë bukur aty, jam unë. Ajla, çfarë do të thotë kjo fitore për ty? Ishte si një shtys për të ardhmen time. Më pëlqen shumë të interpretoj dhe ndoshta një të ardhmen mu të bëjmë një aktore shumë mirë. Pra e sheh letërsinë si diçka që ty do ndjek dhe në të ardhmen tënde, ndoshta edhe si profesion. Po. Si reaguan familjarët apo dhe shoqëria? Ishin shumë të habitur të gjithë, nuk e prisnin, sepse unë thjesht mora pjesë me mendimin që pjesëmarrja ka më shumë rëndësi, nuk ka shumë rëndësi çmimi. Dhe pastaj kur fitova çmimin e parë, gjithashtu më përqafuan, më uruan. A ishte ky aktivitet emocionues për ty? Po sidomos çasti kur more vesh që ti fitove. Po, shumë emocionues. A ti jep ky çmim motivim për të vazhduar apo dhe për të besuar akoma më shumë tek vetja? Po patjetër. Sigurisht. Normalisht që nga fituesja e çmimit të parë ne do ta kërkojmë edhe ta dëgjojmë poezinë që ti interpretove. Unë interpretova monolog në fakt, dhe ky është monologu. A e dini si ndihesh kur ke shumë për të thënë, por nuk të del asnjë fjalë? Si një nyje këtu që nuk zgjidhet asnjëherë, si një zë që bërtet brenda teje, por askush nuk e dëgjon. Unë jam ajo vajza, ajo që mendon shumë por flet pak. Ajo që i thot vetes, mos fol, se mund të gabosh, mos fol se mund të qeshin. Ndaj dhe zjedh dhe hesht. Edhe kur e kam përgjigjen, edhe kur dua të them diçka, edhe kur zemra më thot fol. Kam pasur momente kur jam ndjerë e padukshme, si kur isha aty, por në të vërtet nuk më shihte askush. Dhe dini çfarë është më e vështira? Të luftosh me veten tënde çdo ditë, ti thuash vetes, ti mundesh, kur një zë tjetër brenda teje thot, jo, nuk mjafton. Po një ditë ndalova dhe peta veten time. Po nëse dikush prej ta dëgjoj zërin tim, po nëse ai ka rëndësi. Dhe unë thash, ndoshta nuk jam perfekte, ndoshta zëri im dridhet, ndoshta dhe gaboj. E po kjo jam unë. Dhe unë kam diçka për të thënë. Nuk dua të jem më heshtje, nuk dua të jem më frikë, dua të jem zë, sepse ndonjëherë zërat më të qetë janë ata që mbajnë brenda historitë më të forta. Shumë e bukur. Ajla, shumë faleminderit për këtë interpretim. Por në fakt unë dua të dëgjoj edhe një mesazh që ti do të kishe për të gjithë bashkëmoshatarët e tu. Sigurisht, do t'i këshilloja dhe t'i thoja që t'i jenë vetvetja dhe të marrin pjesë në çdo konkurs apo koncert që kanë mundësi. Sepse aty ata do të shprehin talentin apo pasionin e tyre. Dhe ndoshta edhe mund të zbulojnë ndonjë pasion apo talent të ri. Ndaj mos e humbisni atë mundësi. Shumë faleminderit Ajla dhe të urojmë shumë suksese. Faleminderit ju. Miq, ne do të shkputemi për disa spote publicitare dhe do të kthehemi sërish në studio me të ftuarit e radhës.
Miq, jemi rikthyer sërish në studio tashmë me dy nxënëse fituese për konkursin e çmimit të dytë dhe çmimit të tretë. Përshëndetje vajza dhe mirëserit në emisionin tonë. Përshëndetje, ishte kënaqësi. Gjithashtu dhe për mua. Unë jam Dabeli Bashi dhe jam nxënëse në shkollën nënvjeçare Starvi Themeli nga klasa e 9. Kurse unë jam Anja Polloçi, jam nga shkolla mësimtoria e parë shqipe, jam fituese e çmimit të tretë në klasën e 8. Gëzan vajza. Çfarë është të merrni pjesë në këtë konkurs? Mua më orientoi mësuesja e gjuhës tërësisë dhe interpretimi ka qenë gjithmonë një kënaqësi e imja, ndaj thash po marr pjesë dhe unë në këtë konkurs, pse jo. Përveç orientimit të mësuesit, për mua interpretimi ka qenë një pikë kyçe gjithmonë dhe për të përcjellë një mesazh të bukur, ndaj u bëra pjesë e konkursit. Vajza, si e zgjodhët ju pjesën që ju interpretuat? Unë këtë pjesë e kisha interpretuar edhe më parë, ndaj ndjesha e sigurt dhe thash po interpretoj përsëri këtë pjesë. Unë vendosa që në fazën e parë të bëj një pjesë që nuk e kisha bërë ndonjëherë dhe besoj se e bëra më së miri. Çfarë pjese ju interpretuat? Unë interpretova poezinë Nëna nga Ismail Kadare. Unë poezinë Omo Shqipni, e cila është një mesazh shumë i fortë për shqiptarët që po largohen jashtë vendit. Vajza, si u përgatitet ju për performancën tuaj? Që nga momenti kur u lajmëruam, filluam ta përsërisnim poezinë dhe kam përsëritur disa herë para pasqyrës për të parë se si e interpretoja. Përgatitja ishte disa ditore, sigurisht me ndihmën e mësueses Gjule Tërsis dhe sigurisht e vetjake në shtëpi përpara pasqyrës edhe unë. A ka qenë e vështirë kjo eksperiencë për ju? Të them të drejtën, për mua jo, sepse kur futa në konkurs jam futur me idenë që ta shijoj dhe jo për të marrë një çmim fitues dhe përfundova këtu sot me çmimin e dytë. Ndaj e kam shijuar edhe kam dhënë maksimumin tim atë që vërtet duhet i bëja. Sigurisht edhe për mua rëndësi kishte pjesëmarrja, nuk është se kisha qëllim të qartë vetëm për të fituar, ndaj edhe unë jam kënaqur shumë dhe e kam shijuar çdo moment. Vajza, si u ndit kur ishte momenti që ju do dilnit në skenë? Kur është ai momenti që është ngritur para folësit dhe pastaj shrada jote fillon të zemra të re shumë shpejt, edhe pse ti ke mësuar vargjet mirë në shtëpi. Por duke qenë se me skenën dhe mikrofonin jemi mësuar, si nxënës që kemi marrë pjesë në shumë konkurse të tjera, ishte diçka që thash, okay, me bindje do vazhdojmë dhe ja dolim më së miri. Sigurisht edhe për mua nuk është se është era e parë që dal përpara publikut, isha mësuar, por sigurisht emocionet janë të forta, por vetëm 3 sekondë që i parë është dhe më pas kisha në mendje që thjesht jep maksimumin dhe do dalësh sa më mirë. Vajza, ju përmendet që keni marrë pjesë edhe në konkurse të tjera dhe nuk e se keni pasur shumë problem të dilni para kamerave apo dhe në skenë. Çfarë konkurse të tjera keni marrë pjesë? Kryesisht konkursi i gjuhës shqipe dhe konkurset që lidhen me lëndë të tjera, jo me letërsinë si fizika apo historia dhe shumë tjera. Po, dhe unë kam marrë pjesë dhe në koncerte të tjera, sepse unë luaj edhe në piano, e kam ndjekur kur kam qenë më e vogël, dhe gjithashtu dhe për interpretimet e tjera, kam qenë para publikut. Si ishte atmosfera gjatë konkursit? Ishte shumë e ngrohtë dhe këndshme, shikoja që në syrin e konkurruesve të tjerë nuk është se kishte atë ndjenjën e keqe, si ta thuash, të japin vështirësi. Ishte shumë e bukur dhe shumë e veçantë ideja që ti ndodheshe përpara një urie aq të privilegjuar, po sigurisht është edhe gjëja më e vështirë për mua personalisht, të kisha përballa 3 sy kritik, si ta thuash. Po. Kurse për mua ishte një situatë, kisha shumë emocione dhe isha pak e tensionuar, por më pas të gjithë pjesëmarrësit e tjerë më bën të ndihesha më mirë dhe emocionet dal ngadalë u shruan. A keni ndonjë moment që ju ka ngelur në mendje nga konkursi? Sigurisht momenti kur fitova, siç thash pak më lart, unë nuk e prisja fare fitoren, madje isha duke imponuar shumë një prej nxënëseve të shkollës time. I thashë shiko se më duket se tani është erdha jote të dalësh ti në skenë. Dhe thjesht kur ata kanë thënë emrin tim, ngela pak aty. Ishte momenti më i veçantë, si ta thuash. Sigurisht edhe për mua momenti i parë kur dola në skenë dhe gjithashtu momenti kur mora dhe unë çmimin, sepse pas që kishte edhe shumë interpretues të tjerë dhe thash ndoshta nuk marr çmimun, por ja ku jemi. Cila ishte sfida më e madhe për ju gjatë konkursit? Ajo që thash dhe më lartë, të qëndroje para një jurie aq të privilegjuar dhe të jepje maksimumin tënd ishte sfidë më vete për mua. Pastaj pjesa e interpretimit, aty besimi dhe siguria në vete, sidomos edhe puna e mësuesit, që edhe kur ne nuk besojmë tek vetja jonë, ajo është gjithmonë aty për të na imponuar që shiko se mund t'ja dilni.
Po pra edhe unë kur isha para publikut dhe kisha gjithata sy tek unë ndjeva pak me emocione si fillim, por dhe ajo më mbeti në mendje, por më pas dhash më të mirën që mundesha dhe ja dola. A do doni të ndryshoni diçka tek vetja apo tek konkursi që ju interpretuat? Mua konkursi më pëlqeu shumë, do të doja ta përsërisja përsëri, domethënë. Nuk është se do të doja të ndryshoja diçka, por thjesht doja të kontrolloja më shumë emocionet dhe pse e kam përmendur disa herë tani. Edhe për mua kjo vlen konkursi ishte fantastik. Do doja që të kisha mundësi që të merrja pjesë përsëri, sepse unë këtë vit jam në klasën 9 dhe do largohem. Por që asgjë ishte çdo gjë perfekte. Çfarë ishte mësimi më i madh që ju mësuat nga kjo eksperiencë? Të besosh në vete dhe të kuptosh që edhe pse në një moshë të vogël mund të arrish t'ia dalësh dhe të ecësh shumë përpara. Po. Sigurisht dhe unë këtë mendim kam që ne mund t'ia dalim në qoftë se ne kemi vetbesim dhe pasion dhe jemi shumë të interesuar për atë çfarë duam të bëjmë. Po mendon se të tjerë atje në konkurs ishte konkurenca, a ndjeshit mbase pak më demoralizuar apo më mirë? Sigurisht kishte edhe shumë interpretues të tjerë më të mirë, por unë aty isha për të sfiduar veten më shumë se sa të tjerët. Doja të testoja si fillim veten time. Ndjenja e konkurrencës ishte shumë e fortë, po siç tha dhe parafolësja që aty ne shkruam si fillim për veten tonë, për të bërë krenar veten tonë dhe më pas këtu ku jemi për të bërë krenar dhe shkollën. Kështu që ja dolëm. Si jeni ndjerë kur jeni shpallur fituese të çmimit? Ishte, siç e thash të vlerë një fantastike, thash më në fund, sigurisht bëra krenare veten time, ja dola, fitova diçka për veten, dhe kur arrita që të bëj krenare dhe shkollën, së bashku me dy vajzat e tjera të shkollës time që morën çmime, ishte unë ndjeva shumë mirë që në klasën 9 arrita të jap edhe një diçka tjetër shkollës, të le emrin tim. Po dhe unë ndjeva shumë mirë kur dola, sepse thash që kishte shumë interpretues të tjerë më të mirë dhe ndoshta edhe nuk e prisja. Por unë ndjeva shumë mirë kur shkova dhe mora vesh që kisha fituar çmimin e tretë duke bërë krenare shkollën, siç tha dhe Dea, dhe veten time gjithashtu. Çfarë do thotë kjo për ju vajza që u shpallët fituese? Unë mora çmimin e tretë dhe kjo do të thotë për mua që duhet të vazhdoj të punoj dhe më shumë, sepse unë ndjej që kam kapacitet dhe për të vazhduar dhe për të marrë ndoshta çmimin e dytë apo çmimin e parë. Si fituese e çmimit të dytë do thoja që perfeksioni nuk është larg. Puna vazhdon akoma, besimi në vetja dhe ndihma nga mësuesi. Sigurisht. A ishte një moment shumë emocionues për ju? Po, ishte shumë. Tepër, emocioni ishte shumë i lartë. Po, siç e thamë, ja arritëm më së miri për ballonin. Si reaguan familjarët tuaj apo dhe shoqëria juaj që dolët fituese te ky konkursi? Sigurisht na përgëzuan dhe na thanë që duhet të vazhdoni dhe më shumë. Na pritën krah hapur, domethënë, edhe pse kur fola me disa prej tyre thanë, po ti e ke të fituar pse e vjen në mendjen. A ju jep ky çmim motivim për të vazhduar akoma, për të marrë pjesë edhe në konkurse të tjera? Po, mua gjithmonë çmimet më japin vetbesim dhe kam tendencën të vazhdoj edhe për konkurse të tjera për të arritur më shumë. Sigurisht që çmimi është një shtysë e fortë për të vazhduar më tej, po edhe po mos kisha fituar, është e sigurt që unë do merrja pjesë në shumë konkurse. Pikërisht. Si ka ndikuar kjo fitoret në besimin tek vetja juaj? Më ka ndihmuar shumë, më pëlqen që arrita çmimin e tretë dhe mendoj që do të vazhdoj të arrij dhe çmime të tjera duke marrë pjesë në konkurse të tjera. E ka shtuar akoma dhe më shumë, i ka rritur një pikë vetbesimi, duke thënë që ja dole edhe këtë herë, pse mos e bësh edhe disa herë të tjera, derisa të kesh mundësi. Çfarë sugjerimi do t'ju bënit bashkëmoshatarëve tuaj që të merrin pjesë në këto konkurse si ju? Ja vlen ta provosh, është eksperiencë e bukur, ja vlen të marrësh pjesë dhe i sugjeroj të gjithëve që të marrin pjesë në konkurse për të zhvilluar talentin e tyre, ndoshta për të zbuluar edhe talentet e tjera. Dhe unë këtë do thoya që të besojnë gjithmonë tek vetja dhe tek aftësitë e tyre dhe t'i paraqisin në mënyrë më të mirë që të jetë e mundur. Vajza, unë juroj shumë suksese dhe shumë faleminderit që ishit sot këtu me ne. Faleminderit dhe ju. Miq, arritëm në fund të këtij emisioni. Sot pam se sa e bukur dhe sa e fuqishme është fjala kur shoqërohet me emocion dhe përkushtim. Këta të rinj na treguan se libri nuk është vetëm për të lexuar, por edhe për të ndjerë edhe për të interpretuar. Fjala artistike është një dëshmi se arti fjalës vazhdon të jetojë tek një brez i ri dhe një talenti, kur mbështetet arrin të shkëlqejë. Faleminderit të gjithë të ftuarve për këtë bisedë kaq të bukur dhe frymëzuese. Si dhe juve që na ndoqët këtë pasdita. Kjo ishte Të rinj për të rinj, mirupafshim dhe deri shihemi në emisionin e radhës.